lidhte me administrimin e shoqërisë komunale të ujësirë. Po, njerë me Maligji, njerë me Korçën e tjerë agrosika. Po, çfarë do t'i tani këtu? Tani, ne jemi përfaqësuesit e ujësilltit që nga problematika më e vogël, që është një çarje, një mirëmbajtje rjeti, faturimi Nuk që ne kemi kërkuar deri, nuk kemi çarje, nuk kemi faturime, nuk kemi kërkuar fare deri në momente. Po, tani çfarë do? Tani ne duam që të vazhdoj projekti rajonal i ujësillsit që linja e fshatit Burimas të lidhet me fshatin Zvezdë. Nuk duam për momentin për arsye se fshati Zvezdë ka probleme. Fshati Zvezdë nuk ka ujë dhe tani problemi qëndron që ju doni të mirëni ujë nga Gollobërda te jepi Zvezdë kur ne nuk të sajmë për vete. Logjika është se zvezdarët pa merr ne nuk e duam këtu. Jo, nuk e duam. Erdhën këtu e thanë nuk e duam. Nevojat e fshatit. O Mario, Problemet të gjitha jam unë. Se mos ndodhë kur të atëroje probleme do thua që unë inxhinieri isha, më tërgoj drejtori. Çfarë? Ti ke atribute të një personi që të mund të negociosh me ne. Tore juve, nëse pranoni që të flisni me mua, patjetër unë për të punë jam, nëse doni. Ore që do të flasim me ty në u prezanto kush je. Unë quhem Mario Grabocka dhe jam inxhinier i ujësillësit të Korçës, por njësia Malik. Pyetje dytë, çdo policia këtu? Ne këtu kemi erdhur disa herë për të lidhur këtë dhe duke qenë se kemi asur në problematika me banorët, në mosmarrveshje, për ta lidhur këtë me pak fjalë. Ti ke